Egli apo Gjesti? Kush ka të drejtë në këtë marrëdhënie sipas? Gjesti. Gjesti? Po, Gjesti, Pse shumë i çka mirë. ka? Është shumë i mirë. A nuk ka luajtur me ndjenjë? s'ka luajtur fare. M'falni. Fare s'ka luajtur. Keni dalë për të bërë pyetje? Dhe ju tha Gjesti? Po, Gjesti. Ai që u tall me femër? Ik më Po jemi femra vet. Ik më, brava, Gjesti është. Ku ti ki? Po femrat? Femrat si femrat. Qa të bëj femrat? Shkele? Ai tha që në fillim se nuk të dua. Gjesti. Po ai thoshte e puste. Dhe shumë mirë. Shumë mirë, pra le ta përdori bashku i femrat. Femra le të shkelet me këmbë. Egli apo Gjesti? Kush ka të drejtë? Egli më Gjesti. Gjesti? Po pse çka ka Gjesti? Që të ma ishe Egli në qafe. Po iku Egli. Doli Egli se ky nuk e prap, kthejja prap se po si e Egli ki nuk bën kur gjë fare më. Ça thua? Një sekond tani. Mes Luizit dhe Gjestit ju kë preferoni? Të se Luizi ka qenë më i përgatitur më i aftë. Pra ju jeni me Luizin. I afrot edhe Gjesti i afrot. Shumë i afrot bile. Hey yje, unë jam Fatosi dhe ju ftoj të shkoni në YouTube, Andale Ale dhe të bëni subscribe aty për të parë episodin e plot. Mos u humbisni.